shiko produkte televizive. Do të thënë çdo natë nga e hëna të premten, nuk është se ke filma, spektakle, programe të lehta që të shoqërosh mbrëmje, janë politike. Pra politika është si thua pjata kryesore në menyn e darkës. A mundet që të ketë kaq shumë njerëz që të rinë 2 orë duke dëgjuar çfarë thot X dhe çfarë thot Y, nuk besoj. Por e çfarë ndodh është kjo? Është një lloj ushqimi që coptohet nga media tashmë dhe u hidhet rrjeteve sociale, për të ushqyer turmën, pa përdorur turmë tani jo popull dhe jo konsumator në rrjete sociale dhe bëhet në një mënyrë të tillë që të marrë më shumë klikime. Dhe një gazetar i mirë thotë që ky postim që ti ke bërë thotë ka marrë 50.000 shikime. Më të them, nëse do të merrte 50 milion, nëse do të merrte 5 miliard, çfarë ndryshon? Është një lloj marrëzie, që kush ka më shumë klikime, po klikime për hir të klikimeve, dhe jo kush po thot vërtetën, jo kush është më e mira, jo kush është rruga e duhur, është kush është më popullor dhe kush është më ndjekur.